Një ngjarje e cila ka prekur opinionin publik në Vlorë ka ndodhur përgjatë ditës së hënë në qytetin bregdetar. Një shtetas i cili është shoqëruar nga ana e efektive të policisë në sy të vajzës së tij të mitur duke e traumatizuar këtë të fundit, ndërsa policia e Vlorës sqaron edhe ngjarjen në fjalë, duke thënë se ky shtetas posedonte lëndë narkotike, por gjithashtu edhe thik. Rasti është bërë publik edhe në media për shkak edhe të sensitivitetit që ka pasur momenti i shoqërimit, teksa vazhdimisht dëgohet edhe vajza e mitur, e cila ulëret vërtet përgjatë gjithë kohës për mos lejuar babain e saj që të shoqërohej në polici. Ky është momenti i shoqërimit të shtetasit LSH. Ai ka qenë në makinë kur efektivi i policisë e ka ndalur fillimisht për një shkelje të kodit rrugor. Më pas, mes tyre, siç mësohet, ka patur edhe debate, dhe kjo gjë ka bërë që efektivi të kërkojë ta shoqërojë për në polici. E gjithë ngjarja ka ndodhur në prani të vajzës së tij të mitur, e cila, për të mbrojtur babain e saj, ka nxjerrë telefonin dhe ka filmuar skenën e plot. Në videon e mbërritur në redaksin e televizionit 6+ Vlora, duket që vajza bërtet gjatë gjithë kohës, për mos t'i lejuar që t'i marrin babain për në polici. Ngjarja, pavarësisht mënyrës si është përcaktuar më pas, ka sjellë traumatizim të fëmijës së mitur, e cila gjatë gjithë videos dëgohet që bërtet duke kërkuar që të jatin të mos ta largojnë prej saj. Ndërsa për rastin në fjalë, policia e Vlorës pas videos, e cila ka qarkulluar ndjeshëm në rrjetet sociale, ka shpërndarë një komunikat për media. Në komunikatën në fjalë, Blut e Vlorës bëj me dije se kundërshtoi me dhunë punojësin e policisë gjatë detyrës, procedohet penalisht drejtuesi i automjetit. Gjatë kontrollit të ushtruar sipas policisë së Vlorës, ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lënde narkotike kanabisativa, por edhe një mjet prerëstik. Mëtej, policia e Vlorës sqaron se pas konstatimit të një shkelje të kodit rrugor nga një drejtues mjeti në vendin e quajtur rreth Çoles, punojësi i policisë së qarkullimit e ka njohur drejtuesin shtetasin LSH me shkeljen e kryer nga ana e tij. Punojësi i policisë ka asur fillimisht në kundërshtime me fjalë dhe më pas në kundërshtime për veprime të dhunshme nga shtetasi LSH. Në këto kushte është bërë me njëherë shoqërimi i tij në ambientet e policisë së Vlorës për veprime të mëtejshme. Në përfundim të gjitha veprimeve procedurale, policia e Vlorës bën me dije se nga oficeri i policisë gjyqësore i prokurorisë ka nisur procedimi penal në ngarkim të shtetasit LSH 45 vjeç, banues në Vlorë për veprat penale, kundërshtimi i punojësit të policisë, prodhim dhe shitje narkotikëve, si dhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje e armëve të ftota.